Ministri në detyrë i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Zveçla, njoftoi se kohët e fundit Serbia ka kryer shkelje të hapësirës ajrore të Kosovës duke përdorur dron. Vazhdimisht jemi përballur me kërcënime nga Serbia. Kohët e fundit janë regjistruar disa lëvizje të paautorizuara në hapësirën tonë ajrore nga dronë që kalojnë përkohësisht mbi territorin tonë, tha Zveçla në një intervistë për KTV. Ai shtoi se janë evidentuar disa raste të dronëve serb mbi Kosovë, por nuk ka arsye për panik. Këto incidente janë duke u hetuar profesionalisht në bashkëpunim me KFOR-in dhe shërbimet të partnerë. Kur të kemi informacion më të plot, do ta ndajmë me publikun. Për momentin nuk ka arsye që qytetarët e Kosovës të shqetësohen. Të gjitha institucionet janë në krye të detyrës. Megjithatë, dua të theksoj natyrën e veprimeve të institucioneve serbe, përfshirë edhe paradat ushtarake që përbëjnë një kërcënim për Republikën e Kosovës. Shumica e vendeve fqinje të Serbisë janë pjesë e NATO si Kroacia, Malizi, Shqipëria dhe Bullgaria dhe nuk mund të cënohen nga Serbia. Potencialisht, Bosnia e Hercegovina dhe Republika e Kosovës janë më të prekshme për shkak të situatave të brendshme politike dhe politikave hegemone serbe që përpiqen të ndikojnë në rajon, tha ai. Eksperti i sigurisë Drizan Shala në një prononcim dhënë për gazetën Bota Sot, thotë se amendamenti i paraqitur nga kongresisti republikan amerikan Brian Mast në Kongresin e SBA-s, i cili synon ta vendosë antarësimin e Kosovës në NATO si një nga prioritetet kryesore të politikës amerikane në Ballkanin Perëndimor, është një zhvillim i madh që bart një sër mesazhesh të rëndësishme për të gjitha palët e përfshira në rajon dhe më gjerë. Sipas tij, ky propozim nuk është vetëm një akt politik i brendshëm amerikan, por një sinjal strategjik që kërkon me rrethanat aktuale gjeopolitike, ku rivaliteti mes perëndimit dhe fuqive të tjera si Rusia dhe Kina po thellohet edhe në hapësirat e vogla siç është Ballkani. Së pari, ky amendament është një afirmim i qartë i rolit të SBA-s si garantues i shtetësisë dhe sigurisë së Kosovës, që nga ndërhyrja e NATO-s në vitin 1999 e deri te shpallja e pavarësisë dhe proceset e mëvonshme të njohjes ndërkombëtare, SBA ka qenë sponsori dhe mbrojtësi kryesor i Kosovës. Vendosja e antarësimit në NATO si prioritet politik i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor tregon se amerikanët janë të gatshëm të kalojnë nga faza e mbështetjes diplomatike në fazën e angazhimit strategjik të drejtpërdrejtë, duke synuar të fusin Kosovën në zemër të arkitekturës së sigurisë perëndimore, shpreh Shala. Së dyti, ai thotë se ky hap bart mesazhe të qarta për Serbinë dhe për politikën e saj të dyfishtë. Beogradi ka tentuar në vitet e fundit të balancojë mes integrimit europian dhe lidhjeve të forta me Moskën dhe Pekinin, duke përdorur çështjen e Kosovës si kartë presioni. Një përkushtim i hapur i SBA-s për antarësimin e Kosovës në NATO i dërgon Serbisë sinjalin se rruga e neutralitetit ushtarak, nëse përdoret për të bllokuar konsolidimin e Kosovës, nuk do të tolerohet nga perëndimi. Ky është një paralajmërim se Beogradi duhet të bëjë zgjedhje më të qarta strategjike dhe se çdo tentativë për ta instrumentalizuar tensionin në veri të Kosovës do të përballet me një përgjigje të shtuar amerikane. Së treti për Kosovën vetë, ky është një moment i artë dhe një sfidë e madhe, njëkohësisht. Një amendament i tillë rrit pritshmëritë që Prishtina të tregojë pjekuri institucionale të avancojë reformat në fushën e sundimit të ligjit, të garantojë respektin e të drejtave të komuniteteve dhe të dëshmojë profesionalizëm të plot në fushën e sigurisë. Mbështetja amerikane për antarësimin në NATO nuk është vetëm një dhuratë, por një përgjegjësi që kërkon përkushtim nga ana e Kosovës për të përmbushur standardet e aleancës dhe për të treguar se është faktor stabiliteti dhe jo prodhues tensioni, shpjegon eksperti Shala. Montej thotë se ky amendament është edhe një sfidë e hapur për vetë NATO-n dhe BE-n. Antarësimi i Kosovës në NATO kërkon konsensus unanim të 32 shteteve anëtare, përfshirë 5 vende që ende nuk e njohin pavarësinë e saj, duke e vendosur këtë çështje si prioritet. SBA praktikisht po e shtyn NATO-n dhe BE-n që të ballafaqojnë me një seriozitet këtë pengesë, duke i vënë përpara përgjegjësive ato shtete që deri tani kanë shmangur një pozicion të qartë. Ky është një test për unanimitet transatlantik dhe për aftësinë e perëndimit që të projektojë koherencë strategjike në një rajon që historikisht ka qenë terren e rivalitetit, nënvizon Shala. Sipas të cilit, ky zhvillim është një sinjal i fuqishëm edhe për Rusinë dhe Kinën, të cilat kanë investuar në rritjen e ndikimit të tyre në Beograd. Rusia ka përdorur Serbinë si platformë për ndikim politik, kulturor dhe mediatik në rajon, ndërsa Kina, përmes investimeve ekonomike, ka kërkuar të sigurojë praninë e saj strategjike
një përkushtim amerikan për integrimin e Kosovës në NATO, e kufizohen këtë hapësirë manovrimi dhe e forcon mesazhin se Ballkani Perëndimor është pjesë e pandashme e rendit perëndimor. Ky është një lloj paralajmërimi i ftohtë që SBA nuk ka ndërmend ta lejojë krijimin e vakumit gjeopolitik në rajon. Në planin e brendshëm amerikan, ky amendament reflekton edhe ndikimin e lobit shqiptar dhe mbështetjen e vazhdueshme të një pjesë të madhe të kongresistëve për çështjen e Kosovës. Kjo tregon se Kosova vazhdon të ketë një vend të veçantë në politikën e jashtme amerikane dhe se nuk trajtohet thjesht si një çështje periferike, por si një pjesë e strategjisë më të gjerë për sigurinë e Europës, thekson Shala. Për fund, ai shprehet se ky amendament për Kosovën është një mundësi historike për të përshpejtuar integrimin në strukturat perëndimore. Në përmbledhje, ky amendament është një hap politik me peshë të madhe i cili nëse miratohet mund të ndryshojë ekuilibrat në Ballkan dhe të forcojë konsolidimin e rendit euroatlantik në rajon. Për Kosovën është një mundësi historike për të përshpejtuar integrimin në strukturat perëndimore, por edhe një test për aftësinë e saj për të qenë e besueshme dhe e përgatitur për përgjegjësitë që sjell antarësimin në NATO. Për Serbinë është një paralajmërim i qartë për të rishikuar politikën e saj të neutralitetit. Për NATO-n është një provë uniteti, ndërsa për Rusinë dhe Kinën, ky është një sinjal se SBA-ja po rimerr me seriozitet skenën e Ballkanit Perëndimor, duke e konsideruar këtë hapësirë si pjesë të pandashme të rendit të saj strategjik global, përfundon eksperti Drizan Shala. Kujtojmë se kongresisti republikan amerikan Brian Mast ka parashitur një amendament në Kongresin e SBA-s i cili synon vendosjen e antarësimit të Kosovës në NATO si një nga prioritetet kryesore të politikës amerikane në Ballkanin Perëndimor.